I tyne në diplomaci, sidomos përfaqësimi i politikave të vendit tonë në botë, do të ishte ideal. Ne për momentin kur po flasim. Bile do të ishte një, që me thonë, një dije dhe vedije e këtij shteti për vetveten edhe për të tjerët. I nxori dy emra, dy figura, njëri dorën zemër, njëri dorën zemër ka qenë afër për të bërë president. Jo ka qenë kandidat, po problemi është që... Kandidat jo zyrtar, po diçka të ndodhe me atë po bashkë më kishë interesu mendimi i Gashit si deputet tash i zgjedhur, cili kish me avon votën për vendin e Kosovës. Surojnë apo Shalën, Blerim Shalën? Kështu në dy e kena me patjetër. Po tani po sfidon me Matoshi. Aha, më që nëse kish me ardhur puna aty, nuk mendoj që vjen puna aty. Po nëse do vinte? Së paku nuk jam kështu shumë i entuziazmuar për asnjërin as tjetrin ta kemi në ato pozita, po të vinte, hipotetikisht, nëse duna me dhanë përgjigje, unë do të shkoja me veton Surojnë. Po, pse? Sepse mendoj që ka merita më të mëdha dhe përfaqëson më shumë unitetin edhe përvojën e prapavim politike se sa pas një interviste këshim bërë Po shkak që veton Surojnë është më afër vetëvendosjes. Edhe pse E Blerim Shala më afër kujt është? Blerim Shala në gjitha ekipet prej Rambujës që këtë shtet në ore ka qenë... Pyte mu! M'fal, jo, tash a më nguan argumente, se ti e mbarova argumentin tonë. Ma dha fjallën... Qose vish ka ardhur puna që Blerim Shala ka qenë... Unë mendoj që s'do vjen aty. Ka qenë njëri i shtetit në agjendë prej Rambujës, procesit vjenës, shtetkrijimit, pa parti. Zoti Gashi po dijen tonë. Pika e dytë e mbledhjes